Një takim i papritur që ndryshoi gjithçka. Në një qytet të vogël, ku rrugicat ishin të ngushta dhe pallatet e vjetra bizotëronin mbi jetën e përditshme, jetonte një vajzë e re me emrin Elira. Ajo nuk ishte e pasur, përkundrazi, jeta e saj ishte e mbushur me sfida dhe sakrifica. Nëna e saj kishte ndëruar jetë kur Elira ishte shumë e vogël, dhe babai i saj kishte ikur nga jeta përpara se ajo të kuptonte se çfarë do të thotë humbja. Që atëherë, Elira ishte mësuar të mbjetonte vetë, duke bërë çdo punë që i dilte përpara për të pasur diçka për të ngrënë dhe një çati mbi kokë. Në mëngjeset e hershme, ajo ecte nëpër rrugët e qytetit, duke shikuar dyqanet dhe restorantet ku njerëzit e pasur shijonin mëngjesin e tyre të bollshëm. Ajo ndjente një boshllëk të madh brenda vetes, jo vetëm për shkak të urisë fizike, por edhe për shkak të ndjesisë se nuk i përkiste këtij botë të lumturisë dhe bollëkut. Shpesh herë, përpiqej të gjente punë si ndihmëse për të pastruar shtëpi ose për të bërë detyra të vogla, dhe shpesh i thoshin jo vetëm për shkak të pamjes së saj të thyer nga jeta, rrobat e vjetra dhe duart e ashpra nga puna. Një ditë, pasi kishte kaluar orë të tëra duke kërkuar për ndonjë mundësi pune, ajo u gjen përballë një pallati të madh, ku një kolonel i pasur dhe i njohur i qytetit, i quajtur Zoti Artan, jetonte me lukse të tepruar. Pallati ishte i mbushur me dritare të mëdha, kopshte të bukura dhe automjete luksoze të parkuara përpara. Vetëm një sy i shpejt mund të dallonte shërbëtorët që lëviznin me shpejtësi brenda dhe jashtë, duke përmbushur çdo dëshirë të zotit të shtëpisë. Elira ndaloi për një moment dhe mendoi, ndoshta mund të kem fat, ndoshta dikush do të më jap një punë, edhe për një orë, edhe për një copë bukë. Ajo i afrohet derës kryesore dhe troket me dorë të dridhur. Pasi disa sekonda dukeshin të pafundme, dera u hap dhe përpara saj u shfaq një roje i madh dhe serioz. "Çfarë doni?" pyeti roja me zë të ashpër, duke e parë me dyshim. Jam duke kërkuar punë," tha Elira, duke ulur kokën. "Mund të pastroj, të laj rroba, të bëj çdo punë, edhe për një pjatë ushqim." Roja e shikoi me përçmim dhe bëri një hap mbrapa. "Për një pjatë ushqim? Kjo nuk është mensa për të varfrit. Ky është pallati i Zotit Artan. Ai nuk merr shërbëtor pa rekomandim. Shko." Elira e kuptoi se nuk kishte shumë mundësi dhe u kthye mbrapsht me hidhërim, por nuk u dorëzua. Ajo vendosi të pres jashtë pallatit, duke shpresuar se ndoshta dikush do ta vëzhgonte dhe do të kuptonte nevojën e saj të madhe. Orët kalonin ngadalë dhe era e ftohtë i përshkonte duart dhe fytyrën. Barku i saj ishte bosh, por shpirti i saj nuk dëshironte të thyhej. Ndërkohë, Zoti Artan po dilte nga pallati. Ai ishte një burr i gjatë, i veshur me kostum elegant, flokët e zeza të zbardhura nga pakujdesia dhe sytë e kaltër të thellë të mbushur me seriozitet dhe pak indiferencë. Ai i pa syrin e Lirës që e ndiqte nga larg dhe ndaloi papritur. Ndonse kishte parë shumë fytyra të varfra, diçka te ajo vajzë e vogël tërhoqi vëmendjen e tij. Elira u ngrit instinktivisht, duke menduar se do të dëgjonte një refuzim tjetër. Por çfarë ndodhi më pas se la pa frym? Zoti Artan e shikoi për disa sekonda në heshtje, një heshtje që zgjati aq sa zemra e saj filloi të ra më shpejt, dhe pastaj, pa folur, u kthye dhe hyri përsëri brenda. Një moment i vetëm, dhe Elira ndjeu se diçka ishte ndryshuar. Një ndjesje e çuditshme i përshkoi shpirtin. Ishte një ndjesje e paqartë, por e fortë, sikur dikush të kishte vënë syrin tek ajo, dhe e kishte parë më shumë se sa pamja e jashtme. Pak minuta më vonë, dera e pallatit u hap sërish dhe Zoti Artan doli me një pjatë të madhe ushqimi. Ai ia dha Elirës pa folur asnjë fjalë, vetëm me një shikim që kishte një ngrohtësi të papritur. Ajo, e befasuar dhe me lot në sy, mori pjatën dhe përpiqej të mos dridhej. "Faleminderit," tha ajo, me zë të ulët, duke u përpjekur të duket e qetë. Zoti Artan nuk u përgjigj, por u kthye dhe hyri brenda, duke lënë Elirën të qëndrojë aty, me ushqimin në duar dhe një ndjesi që nuk e kishte përjetuar kur më parë. Ajo hëngri ngadalë, duke menduar për ngjarjen e pazakontë që sapo kishte ndodhur dhe për mënyrën se si një moment i vogël mund të ndryshojë një ditë të tërë. Ajo nuk e dinte, por kjo nuk ishte thjesht një akt mirësie. Zoti Artan kishte vëzhguar çdo gjest të saj, çdo dridhje të dorës, çdo ndjesi që transmetonte sytë e saj. Një pjesë e tij, që pak njerëz e njihnin, ndjeu diçka të rrallë, një të vërtet të pastër, të papërpunuar nga marrëdhëniet e pasura ose nga interesat personale. Elira, duke mbaruar ushqimin, u ul pranë kopshtit dhe për herë të parë, pa shumë kohësh ndjeu një qetësi të çuditshme. Edhe pse ajo nuk e dinte se çfarë do të ndodhte më pas, një ndjesje e brendshme i thoshte se jeta e saj po merrte një kthes të pazakontë. Në atë moment, rruga e varfërisë dhe sfidave të përditshme nuk dukej më kaq e pamundur.
Diçka të ajo vajzë e vogël kishte prekur diçka të Zoti Artan, dhe ai nuk e kuptonte ende. Por kjo ishte vetëm fillimi i një historie që do të ndryshonte jetën e të dyve përgjithmonë. Kjo është pjesa e parë, e fokusuar te sfidat e vajzës, momenti kur takon milionerin dhe fillimi i një lidhjeje të mistershme që do të zhvillohet më tej. Një ofertë e papritur dhe një dilemë e vështirë. Ditët pas atij takimi të papritur nuk ishin të zakonshme për Elirën. Ajo vazhdonte të punonte këtu e atje, duke bërë punë të vogla për banorët e qytetit, por zemra e dridhej sa herë mendonte për atë palla të madh dhe burrin e pasur që, pa folur asnjë fjalë, i kishte dhënë ushimin e saj të parë të ngrohtë pas shumë ditësh. Për atë, momenti kishte qenë më shumë se ushim. Ishte një ndjesje e respektit dhe vlerësimit që asnjëherë nuk e kishte ndjerë. Pak ditë më vonë, ndërsa ecte pranë rrugës ku ndodhej pallati, ajo u habit kur pa derën e madhe të hapur dhe një shërbëtor të dal nga aty. Elira, tha shërbëtori me një zë të butë, duke i buzëqeshur. Ajo e shikoi e befasuar. Po, jam unë, tha ajo, duke u përpjekur të duket e qetë, edhe pse zemra i rrihte si e çmendur. Zoti Artan dëshiron të flas me ty, tha shërbëtori. Mos u shqetëso, nuk ka rrezik. Ai dëshiron të jap një mundësi. Elira nuk mund ta besonte. Ajo ndihej e lumtur dhe e friksuar në të njëjtën kohë. Një mundësi. Çfarë mundësie? Pyeti ajo me zë të ulët, duke ndjerë se diçka e madhe po ndodhte. Shërbëtori e shikoi me një sy të butë. Do ta kuptosh kur të hysh brenda. Trego vetëm guxim dhe mirësjellje. Kur hyri në sallonin e madh të pallatit, ajo u ndje e vogël dhe e thyer nga kontrasti me luksin përreth saj. Dritaret e larta, tapetet e shtrira në të gjithë dhomën, pikturat e shtrenjta dhe mobilet e punuara me dorë e bën të ndihej sikur ishte futur në një botë tjetër. Dhe aty, në mes të sallonit, qëndronte Zoti Artan, duke e pritur me një shikim serioz, por jo më indiferent. Elira, tha ai duke i buzëqeshur pak, nuk di shumë rreth teje, përveç se kam parë guximin dhe sinqeritetin tënd. Sot, po të ofroj një punë në shtëpinë time. Nuk është diçka e madhe në fillim. Thjesht ndihmëse për pastrimin dhe organizimin e disa dhomave. Por më shumë se çdo gjë tjetër, dua të shoh si punon dhe si je si person. Elira u trondit. Ajo nuk mund të besonte se fjalët që po dëgjonte ishin të vërteta. Po faleminderit shumë, tha ajo, duke u përpjekur të mos qante. Do ta bëj më të mirën time. Zoti Artan vetëm bëri një gjest me dorën dhe shërbëtori e shoqëroi Elirën për të filluar punën e saj të parë. Ajo e kuptoi menjëherë se puna nuk do të ishte e lehtë. Dhomat ishin të mëdha, mobiljet delikate dhe çdo gjë duke e ndjeshme ndaj çdo lëvizjeje. Por ajo nuk u trem. Me kujdes, me përkushtim dhe durim, nisi të pastroj, të laj dhe të rregulloj gjithçka sipas udhëzimeve. Ditët kalonin dhe Zoti Artan e vëzhgonte nga larg. Ai nuk ndërhynte, por shikimi i tij shpesh binte mbi punën e saj. Diçka në mënyrën se si ajo punonte, si respektonte çdo gjë dhe si ruante dinjitetin e saj pavarësisht statusit të ulët, e tërhoqi më shumë dhe më shumë. Një pasdite, ndërsa ajo po rregullonte dhomën e bibliotekës, Zoti Artan e thiri. Elira, dua të di diçka, tha ai, duke e parë drejt në sy. Pse punon kaq shumë për pak gjëra? Pse je kaq e vendosur? Elira hesiti për një moment, duke ndjerë se ky pyetje ishte më shumë se një thjesht kuriozitet. Ajo foli me zemër të hapur, sepse nuk kam asgjë tjetër. Nuk kam familje që të kujdeset për mua. Nuk kam bukë të sigurt çdo ditë, por nuk dua të jem një barr për dik. Dua të jem e dobishme dhe të ndiej se kam një vend në botë, edhe nëse është një vend i vogël. Nuk dua të mbetem vetëm një fytyrë në rrugë. Fjalët e saj goditën Zotin Artan thellë. Ai nuk ishte mësuar të dëgjonte sinqeritet të tillë nga dikush që nuk kishte pasuri apo pushtet. Ndërkohë që ajo foli, ai kuptoi se kishte diçka të veçantë te kjo vajzë. Një forcë të brendshme, një pasion të pastër dhe një zemër të madhe, të cilën as paraja e tij nuk mund ta blinte. Ai u hesh për disa sekonda dhe pastaj tha: "Elira, mbase kjo është një rast i rrallë. Nuk e di ku do të shkojë kjo lidhje, por dua që ti të vazhdosh të jesh këtu. Dhe jo vetëm si punëtore, më duket se ka diçka tek ti që meriton më shumë se një pjatë ushqim dhe një çati mbi kokë." Elira u ndje e emocionuar dhe e turbulluar. Nuk e dinte se çfarë do të thoshte kjo për të ardhmen e saj. Por një gjë ishte e sigurt. Një kapitull i ri po fillonte në jetën e saj. Një kapitull ku pasuria, fuqia dhe luksi nuk ishin më bariera, por mundësi për të ndërtuar diçka më të madhe. Një jetë me shpresë dhe kuptim. Ajo nuk e kuptoi ende se sa shumë kjo marrëdhënie do të ndikonte tek të dy,
por ndjehu se gjithçka po ndryshonte. Dhe ndërsa dilte nga biblioteca, duke ndjerë një dritë të re brenda shpirtit, ajo e dinte se rruga e vështirë e mëpashme nuk kishte qenë e kotë. Çdo sakrificë, çdo ditë urie dhe lodhjeje, e kishte sjell deri këtu, në një moment ku jeta mund të ndryshonte përgjithmonë. Afërsia e papritur dhe sekretet e së kaluarës. Ditët që pasuan, puna e Elirës në pallatin e Zotit Artan u bë më e zakonshme, por gjithçka brenda saj po ndryshonte. Ajo mësoi të lëvizë në përdhoma të mëdha dhe të lukshme pa u ndjerë e vogël, të kujdeset për çdo detaj dhe të ruaj qetësinë edhe kur gjërat nuk shkonin sipas planit. Zoti Artan, nga ana e tij, nuk mund të ndalonte së vëzhguari. Ai ishte një njeri që kishte mësuar të mos shfaqe emocione, por diçka te sinqeriteti dhe përkushtimi i Elirës e tërhiqte çdo ditë më shumë. Ai nuk e kuptonte ende pse ndjente një ngrohtësi kaq të fortë për një vajzë që nuk i përkiste botës së tij. Një pasdite, ndërsa Elira po rregullonte një dhomë të madhe që shërbente si zyrë e personalitetit të Zotit Artan, ai e thiri përsëri. Elira, afrohu pak, tha ai, duke e ftuar të ulej pranë tij. Ajo, me një ndjesi të lehtë frike dhe kurioziteti, ju afrua. Dua të pyes diçka, vazhdoi ai, duke e parë në sy. Çfarë të motivon vërtet? Çfarë bën shpirtin tënd të mos dorëzohet, edhe kur gjithçka duket e pamundur? Elira u mendua pak, duke kujtuar fëmijërinë e saj të humbur, ditët e urisë dhe dhimbjet e braktisjes. Nuk dua të jem një barr për dikë tjetër, tha ajo me zë të butë, por të vendosur. Dua të kem një vend në botë, dhe dua të jem e dobishme, edhe pse nuk kam shumë, dhe dua të tregoj se një njeri i vogël mund të bëjë ndryshim. Fjalët e saj goditën thellë Zotin Artan. Ai e kuptoi se ajo nuk po fliste thjesht për nevojën fizike, por për dinjitetin dhe shpirtin e saj. Një pjesë e tij, që rrallë shfaqej, ndjeu diçka të rrallë. Një lidhje të sinqertë me një njeri që nuk kishte pasuri, influencë apo interes personal. Ditët kalonin dhe miqësia e tyre filloi të bëhej më e fortë. Zoti Artan i besoi Elirës detyra më të rëndësishme në shtëpi, dhe shpesh e pyeste për mendimin e saj mbi gjëra të vogla dhe të mëdha, duke treguar se e vlerësonte si individ, jo thjesht si punëtore. Por, pavarësisht kësaj afërsie, ishte diçka që mbante në distancë. E kaluara e saj e vështirë dhe frika se nuk do të pranoheshin kurrë të dy në të njëjtin botë. Elira shpesh rrinte duke menduar për këtë. A mund të kishte një lidhje të vërtetë me saj dhe Zotit Artan, apo do të ishte thjesht një ndjesi kalimtare e mirësjelljes? Një mbrëmje, ndërsa ajo po pastronte një pjesë të madhe të bibliotekës, Zoti Artan e gjeti të ulur pranë dritares, duke shikuar qiellin e natës. Elira, tha ai me një zë të butë, kam bërë shumë gabime në jetë, dhe shpesh kam menduar se pasuria dhe pushteti do të më bënin të lumtur. Por gjëra si sinqeriteti yt, vendosmëria dhe mirësia, këto janë të çmuara. Njerëzit e pasur shpesh i harrojnë, por ti nuk e ke bërë këtë. Elira u ndje e emocionuar dhe një lot i vetëm i rëshkiti poshtë faqeve. Nuk jam e veçantë, tha ajo duke qeshur me një dridhje të lehtë. Unë thjesht përpiqem të mbijetoj dhe të jem e sinqert me veten. Ai buzëqeshi, por brenda tij një ndjenjë thellë polinte, një ndjenjë që e friksonte, sepse nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Një lidhje e mundshme emocionale me dikë që nuk kishte lidhje me botën e tij të pasur. Një ndjenjë që mund të ndryshonte gjithçka në jetën e tij të planifikuar dhe të kontrolluar. Por ndërkohë që kjo afërsi rritej, një sekret i së kaluarës së Elirës filloi të dalë në pa. Një sekret që mund të kërcënonte gjithçka që po ndërtonin së bashku. Një ditë, ndërsa ajo po rregullonte dokumente të vjetra në zyrën e Zotit Artan, gjeti një letër të humbur mes librave. Letra përmbante diçka që lidhej me një person nga e kaluara e saj, një familjar ose mik i vjetër, dhe një pjesë së kaluarës që Elira kishte përpjekur ta harronte po shfaqej sërish. Ajo u ndje e trembur, duke kuptuar se e kaluara e saj mund të rikthehej dhe të përplas botën e saj, dhe ndoshta edhe marrëdhënien e re me Zotin Artan. Por një pjesë tjetër e saj, më e fortë, i tha se nuk mund të ikte më. Nëse donte të ndërtonte një të ardhme të re, duhej të përballej me të kaluarën dhe të tregonte të vërtetën. Kështu nisi një periudhë tensioni dhe dileme për Elirën, ku ajo do të duhet të vendosë, të fshetë të kaluarën dhe të mbetet në hije, ose të jetë e hapur dhe të rrezikojë gjithçka, duke përfshirë edhe mundësinë e një lidhje të vërtetë me Zotin Artan. Sekreti i së kaluarës dhe prova e vërtetësisë. Ditët pas zbulimit të letrës ishin të mbushura me një peshë të rëndë për Elirën. Ajo e dinte se e kaluara e saj nuk mund të qëndronte e fshehur për shumë gjatë, dhe tani çdo hap, çdo zë i rregullt i pallatit, i duke i rëndësishëm dhe i rrezikshëm. Letra që kishte gjetur përmbante informacion mbi një të afërm të saj që kishte humbur kontaktin me familjen, dhe një histori e vështirë që ajo kishte përpjekur ta harronte,
një histori që përfshinte braktisje dhe padrejtësi nga njerëzit që ajo kishte dashur më shumë. Elira e dinte që nuk mund të qëndronte më larg së kaluarës. Ajo vendosi të fliste me Zotin Artan. Ai kishte qenë i kujdesshëm dhe i butë, por kjo ishte një provë më e madhe për të dy. Ajo u ndodh përballë tij një mëngjes, me letër në dorë dhe me zërin që dridhej nga emocionet. Zoti Artan, ka diçka që duhet të dish për mua. Nuk dua të gënjej, nuk dua që marrëdhënia jon të bazohet në fshehje. Ai e pa në sy dhe heshti për disa sekonda, duke i dhënë hapësirë të fliste. Çfarë ndodhi? Pyeti ai me një zë të qetë, por të vendosur. Elira filloi të tregonte historinë e saj. Çdo detaj që kishte përjetuar nga humbja e prindërve, vështirësitë e jetës së saj dhe personin që letra lidhej me të. Lotët rridhnin pa pushim, por ajo vazhdonte të fliste me sinqeritet. E di që mund të dukem e pamundur për të besuar, tha ajo, por kjo është e vërteta ime. Nuk kam pasur kur dikë që të më ndihmoj, dhe tani nuk dua të humbas këtë mundësi të re për shkak të së kaluarës sime. Zoti Artan e dëgjoi me vëmendje, pa ndërprerë. Ai nuk reagoi menjëherë, sepse brenda tij po ndodhte një përzierje emocionesh. I tronditur nga dhimbja e saj, i prekur nga guximi dhe sinqeriteti i saj, dhe i turbulluar nga ndjenja që po linte për vajzën e vogël që kishte parë vetëm disa javë më parë në rrugët e qytetit. Pas disa minuta sheshtje, ai tha: "Elira, ajo që ke përjetuar është e rëndë dhe e dhimbshme, por ajo që më bën të mos të trajtoj si çdo tjetër është mënyra se si e ke përballuar jetën. Nuk është e kaluara që përcakton dikë, por mënyra se si ai e përballon atë. Ti ke treguar guxim dhe integritet që pak njerëz do ta kishin." Elira u ndje e lehtësuar, por gjithashtu e mbushur me ankth. Ajo e dinte që tani gjithçka varej nga reagimi i Zotit Artan. "Do të më pranosh edhe tani, pas gjithë kësaj?" pyeti ajo, me zërin që dridhej. Ai u buzëqesh dhe i afrohet duke i dhënë dorën e tij. "Elira, ajo që ke kaluar nuk ndryshon asgjë. Në fakt, më bën të vlerësoj edhe më shumë forcën tënde. Nuk është e nevojshme të mbash turp ose frikë. Ti je ajo që je, dhe kjo është e mjaftueshme." Ajo ndjeu një lehtësim të madh. Lotët e saj tashmë nuk ishin vetëm dhimbje, por edhe lumturi. Një barë e madhe që kishte mbajtur për shumë vite ishte zhdukur. Ajo e kuptoi se lidhja e tyre mund të ishte e sinqertë, jo për shkak të pasurisë ose pushtetit, por për shkak të vlerave të vërteta të njeriut. Por historia nuk ishte përfunduar. Sekreti së kaluarës nuk kishte të gjitha faqet e zbuluara, dhe Zoti Artan e dinte se kjo vajzë e guximshme, megjithse e fortë, mund të përballej me sfida të tjera. Ai vendosi të bëjë diçka që do të tregonte se e vërteta dhe ndeshmëria gjithmonë shpërblehen. Ai filloi të ndihmonte Elirën të ndërtonte një jetë më të qëndrueshme dhe të sigurt, duke e përfshirë në menaxhimin e pallatit dhe duke i dhënë përgjegjësi që ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë. Ky vendim shënoi një fillim të ri, një marrëdhënie të bazuar në respekt, ndeshmëri dhe mbështetje reciproke. Tani, Elira nuk ishte më vetëm vajza që ecte në rrugët e qytetit duke kërkuar një pjatë ushqim. Ajo ishte pjesë e një bote që e pranoi dhe e vlerësoi për atë që ishte, jo për atë që kishte. Megjithatë, ajo e dinte se sfidat e vërteta sapo kishin filluar, dhe çdo hap që do të bënte më tej do të kërkonte guxim dhe besim tek vetja, dhe tek ai që e kishte ndihmuar të ngrihej përsëri. Një fillim i ri dhe dashuria që lind. Ditët kalonin dhe marrëdhënia mes Elirës dhe Zotit Artan u thellua. Ata tashmë nuk ishin thjesht punëtore dhe punëdhënës. Kishin ndërtuar një lidhje të veçantë bazuar në respekt, ndeshmëri dhe mbështetje reciproke. Zoti Artan mësoi të çmonte çdo gjest të thjeshtë të Elirës, mënyrën se si ajo kujdesej për çdo detaj të shtëpisë, për shërbëtorët, për njerëzit e afërt që ajo ndihmonte, dhe mbi të gjitha, për mënyrën se si ajo nuk humbiste kurrë shpresë. Një mëngjes, ndërsa dielli ndriçonte kopshtin e madh, Zoti Artan e thirri Elirën pranë tij. Ai nuk kishte nevojë të fliste shumë. Shikimi i tij tregonte një ndjenjë që nuk e kishte shfaqur kurrë më parë. Një përzierje krenarie, kujdesi dhe diçka më të thellë që nuk mund të përshkruaj thjesht me fjalë. "Elira", tha ai, duke mbajtur dorën e saj, "kam parë shumë gjëra në jetën time, por kur nuk kam njohur dikë që të mësoj kaq shumë vetëm duke qenë vetvetja. Ti më ke treguar se ndeshmëria, guximi dhe mirësia janë vlera të pakta, por që kanë një fuqi të madhe. Dhe nuk mund të imagjinoj jetën time pa ty më pranë." Elira e ndjeu zemrën tërbuar. Ajo nuk kishte ndëruar kurrë se një njeri kaq i pasur dhe me pushtet mund ta shihte dhe ta vlerësonte për atë që ishte brenda, jo për pamjen e jashtme apo statusin e saj. Ajo përpiqej të thoshte diçka, por lotët e lumturisë i mbushën syt. "Zoti Artan, nuk e di çfarë të them", tha ajo, duke dridhur, "jam e pafuqishme të shpreh gjithçka që ndjej. Por di një gjë,
Çdo gjë që kam bërë deri tani më ka sjell këtu, tek ti, dhe jam mirënjohse për çdo gjë që bën për mua. Ai buzëqeshi dhe e tërhoqi më afër. Atëherë le të ndërtojmë diçka së bashku, tha ai. Jo vetëm një marrëdhënie punëdhënës punëtore, por një jetë të re, ku të dy mund të jemi të sinqertë, të lumtur dhe të ndihmojmë njëri tjetrin të rritemi. Nga ajo ditë, Elira filloi të ndihmojë më shumë në vendimmarrje në pallat, duke mësuar jo vetëm menaxhimin e shtëpisë, por edhe mënyra se si mund të ndihmonte komunitetin dhe njerëzit që kishin nevojë. Zoti Artan, nga ana e tij, mësoi të shikonte jetën përtej pasurisë dhe luksit, të kuptonte fuqinë e mirësisë dhe ndershmërisë, dhe të ndante emocionet pa frikë. Me kohën, respekti u transformua në dashuri të thellë. Ata mësuan të mbështesin njëri tjetrin në çdo sfidë, të qeshin së bashku dhe të ndajnë çdo moment të jetës. Historia e vajzës së varfër dhe burrit të pasur nuk ishte thjesht një rrëfim për sfida dhe pasuri. Ishte një tregim për guxim, ndershmëri dhe dashuri që lind kur dy njerëz vendosin të shohin përtej pamjes dhe të vlerësojnë shpirtin e njëri tjetrit. Elira, që dikur kërkonte një copë ushqim për të mbijetuar, tani qëndronte pranë Zotit Artan, duke ndjerë se e kaluara e vështirë ishte bërë themeli i një të ardhmeje të ndritshme. Ai e kishte parë të vërtetën e saj, dhe ajo e kishte parë të vërtetën e tij. Një marrëdhënie e ndërtuar mbi sinqeritet dhe respekt, e cila do të zgjaste për jetën e tyre. Në fund, ajo copë ushqim që dikur kishte kërkuar nuk ishte më domosdoshmëri. Ajo ishte bërë simboli i fillimit të një historie të re, ku vlera e njeriut matet nga zemra dhe jo nga pasuria. Dhe kështu, një histori që nisi me varfëri dhe sakrifica, përfundoi me dashuri, respekt dhe shpresë të pakufizuar. Kjo përfundon historinë me një fund të ngrohtë, emocional dhe inspirues.